Kosovo Special. Dhëmat e specializuar të Kosovës çelin seancën. Gjykatësi mund të uleni. Mr. Court Officer. Sekretari i seancës lutem paraqisni lëndën. Mirëmëngjes të nderuar gjykatës, mirëdita më saktë. Kjo është lënda KSC BC 2020-06, prokurori specializuar kundër Hashim Kadri Vesil të Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Ju faleminderit. Gjykatësi për proces verbal vërej se të katërt akuzuarit janë të pranishëm në sallën e gjyqit. Do të fillojmë me dëshminë e dëshmitarit të mbrojtjes së zotit Thaçi, 1DW007. Para se të fillojmë me dëshminë, ka disa aspekte paraprake që dëshirojmë të trajtojmë. Si fillim, do të nxjerrim urdhrin me gojë si në vijim. Urdhri par me gojë. Trupi gjykues vëren dhe ba parasysh kërkesën mbrojtjes së Thaçit nga 13 nëntor 2025 për të mos riklasifikuar dokumentin F03-410 si dokument publik. Trupi gjykues vëren se në dokumentin 03-452 ka udhëzuar zyrën administrative që ndër të tjera ta riklasifikonte dokumentin në fjalë brenda një jave nga dëshmia e dëshmitarit 009. Duke mbajtur parasysh se dokumenti F03-410 përmban informacion identifikuese për një dëshmitar që është tërhequr dhe ka identitet konfidencial, atëherë trupi gjykues miraton kërkesën mbrojtjes së Thaçit. Rrjedhimisht, ndryshojmë urdhrin në paragrafin 91-92 të dokumentit F03-452 dhe urdhëron zyrën administrative të mos e riklasifikojë dokumentin F03-410 dhe udhëzon mbrojtjen e Thaçit të dorëzojë versionin redaktuar publik të dokumentit në fjalë brenda të enjtes 20 nëntor 2025. Me kaq mbyll urdhrin e parë me gojë. Më tej vërejmë se, më 17 nëntor 2025, mbrojtja e Thaçit dorëzoi një kërkesë urgjente për të ndryshuar listën e provave materiale, përkatësisht në dokumentin F03-580. Mbrojtja e Thaçit bëri me dije se ZBS-ja nuk e kundërshton kërkesën në fjalë. ZBS-ja mund ta konfirmojë këtë gjë? Holling, po e konfirmojmë. Ka kundërshtim nga ekipet e tjera të mbrojtjes? Jo, nuk shohim të ketë kundërshtime. Në rregull, pasi morën parashtrimet e palëve, trupi gjykues miraton kërkesën e mbrojtjes së Thaçit në përkatësisht me numër F03-580 dhe urdhëron të dorëzojë listën e ndryshuar të provave materiale brenda të premtes 21 nëntor 2025. Me kaq mbyll urdhrin e dytë me gojë. Tani sa i takon programit të ditës së sotme, do bëjmë një pushim dreke në orën 1:30 dhe do rikthehemi në orën 2:30 dhe do të vazhdojmë deri në orën 4:30 si zakonisht, por do të bëjmë një pushim prej 10 minutash në orën 3:30. We'll proceed with the hearing. Tani do të vazhdojmë me dëshminë e dëshmitarit të mbrojtjes 1DW007. Ju lutem sillni dëshmitarin apo keni diçka, Mishetiç. Fillimisht Mishetiç, a mund na lejoni të shtojmë dokumentin që na lejuat në listën e provave materiale? Bëhet fjalë për dokumentin që mbaron me 003. Duhet ta çojmë në listën tonë të materialeve. Ka kundërshtime? Prokurori s'kemi asnjë kundërshtim. Gjykatësia miraton kërkesën. Mishetiç. Doni të punojmë deri në orën 1:30 apo të bëjmë një pushim të shkurtër, gjykatësi? Ne duam të punojmë deri në orën 1:30, por nëse dikush ka nevojë për pushim por dëshmitari sigurisht më bëni me dije dhe të bëjmë organizimin. Mishetiç, faleminderit. I'm sorry. Gjykatësi, më falni. Mos e sillni lutem dëshmitarin, se kam dhe diçka për të që harrova ta thoja. Së pari, dua t'ju rikujtoj se në dokumentin F03-558, trupi gjykues autorizoi që të merreshin masat vijuese sipas rregullës 107 për këtë dëshmitar. Dëshmia e dëshmitarit
do të jetë vetëm për disa tema të caktuara dhe fush veprimi kundër pyetjeve duhet të jetë vetëm në përputhje me pyetjet që ka bërë palathirëse dhe me aspekte që lidhen me besueshmërinë. Dëshmitari mund të refuzojë të përgjigjet pyetjeve për shkak të konfidencialitetit, përfaqësuesit e informacionit sipas rregullës 107 janë të autorizuar të jenë të pranishëm gjatë dëshmisë së dëshmitarit 007 dhe dëshmitari nuk është i autorizuar të jap dëshmi qoftë drejt për drejt apo gjatë kundër pyetjeve për çështje që nuk janë të lejuara. Trupi gjykues nuk do t'i trajtojë pyetjet që nuk janë të qarta dhe që nuk lidhen drejt për së drejti me informacionin sipas rregullës 107 dhe që të jenë relevante për këtë lëndë gjyqësore. Nëse ka paqartësi për këtë pikë, palathirëse duhet na argumentojë si lidhen pyetjet përkatëse me rregullën me fushëprimin e rregullës 107. Tani mund të sillni dëshmitarin. Good morning, General. Please be... Mirëmëngjesi general, ju lutem qëndroni në këmbë. Good morning, General. Mirdita, generali Clark, ju lutem çoni në këmbë vetëm për një çast. Mirdita, përgjigje, Mirdita. Gjykatësi, ju lutem çoni për një çast në këmbë. Sekretarja e seancës do t'ju japi një tekst që është betimi solem, të cilin duhet ta lexoni në përputhje me rregulloren e gjykatës. Ju lutem lexoni me zë të lartë dokumentin që keni në duar. Përgjigje. I ndërgjegjëm për në rëndësinë e dëshmisë sime dhe përgjegjësinë time ligjore, deklaroj solemnisht se do të them të vërtetën, krejt të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe nuk do të mbaj të fshet asgjë për të cilën kam dieni. Gjykatësi, faleminderit, tani mund të uleni. Sa u takon pjesëmarrjes, besoj se keni vënë re të gjithë që kemi përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ju lutem prezantoni. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, unë jam quhem Tera Gerhard Serna, jam juriste pranë ambasadës amerikane. Gjykatësi, faleminderit që erdhët. Generali Clark, sot do të filloj me dëshminë tuaj që mendohet se do të zgjas 2 ditë. Sikurse mund ta dini, fillimisht pyetjet do t'ua bëjë mbrojtja e Thatchit dhe më pas ekipet e tjera të mbrojtjes. Gjykatësit po ashtu mund kenë pyetje për ju, por sigurisht që do të ketë edhe ZPS-ja pyetjet e veta. Mbrojtja e Thatchit ka parashikuar se i nevojiten 3 orë për t'i bërë pyetje, ekipet e tjera së bashku kanë kërkuar rreth 1 orë e 45 minuta, ZPS-ja mendon se i nevojiten 4 orë për t'i bërë pyetje. Inkurajoj palët të jenë të kujdesshëm në shfrytëzimin e kohës gjatë pyetjeve të tyre. Trupi gjykues mund të lejojë pyetje plotësuese nga të gjitha ekipet nëse përmbushen kriteret përkatëse. Ju lutem dëshmitar, përgjigjuni qartë, me fjali të shkurtra. Nëse nuk kuptoni një pyetje, kërkoni që pyetja të përsëritet dhe prapë nëse nuk e kuptoni, kërkoni që pyetja të sqarohet. Gjithashtu, na thoni bazën e njohurisë suaj për faktet dhe rrethanat për të cilat do t'ju bëjmë pyetje. Gjithashtu, ju lutem, flisni pranë mikrofonit dhe prisni 5 sekonda përpara se të përgjigjeni pyetjes. Ju lutem dhe flisni me ngadalë për përkthyesit. Po përktheheni në shqip dhe serbisht. Prandaj duhet keni parasysh që kjo është shumë e rëndësishme. Gjatë kohës të jepni dëshmi në sallën e gjyqit, nuk duhet diskutoni me askënd për mbajtjen e dëshmisë suaj jashtë gjykatës. Nëse dikush jashtë gjykatës ju bën pyetje për dëshminë tuaj, ju lutem na vini menjëherë në dieni. Ju lutem ndërprisni fjalën nëse ua kërkoj unë. Gjithashtu ndërprisni fjalën nëse e shihni që unë ngre dorën, sepse kjo do të thotë që unë do të jap një udhëzim. Në çdo moment që keni nevojë për pushim, apo doni të përsërisim diçka, ju lutem na thoni që të bëjmë organizimin përkatës. Gjithashtu,
Keni parasysh jeni shoqëruar nga zonja Gerhard Sera, që është përfaqësuese e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi marrë një vendim në këtë drejtim se dëshmia juaj do të ketë fushë veprim të kufizuar dhe përfaqësuesja është pikërisht këtu të na ndihmojë për këtë. Nëse ju keni dyshime për dëshminë tuaj, ju lutem kërkoni leje nga trupi gjykues ose kërkoni këshilla nga përfaqësuesja e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Do fillojmë tani me pyetjet nga zoti Mishetić, që përfaqëson zoti Thaçi. Ju lutem dëgjoni me vëmendje. Mishetić, faleminderit. Mirëdita generali Clark. Ne jemi takuar më përpara, po për proces verbal unë quhem Luka Mishetić, generali Clark. Nuk e kam qartë zërin. Mund ta dëgjoja gjykatësin, po ju nuk ju dëgjoj fare, nuk më vjen zënë dëgjuese. Po tani më dëgjoni, përgjigjet diçka më mirë. Mishetić, në çdo moment që keni probleme teknike, ngrini dorën në mënyrë që ta zgjidh më një herë. Përgjigje. Je larg nga mikrofoni, nuk ju dëgjoj mirë. Po kështu më dëgjoni më mirë? Përgjigje. Mirë, përpiqem më një herë. Mishetić, në rregull. Përgjigje. Nuk jam komod me është i lartë zëri? Jo, është shumë i ulët. Mishetić, do përpiqem kështu, dhe nëse keni vështirësi, ne do ndalojmë, do ta zgjidhim problemin teknik. Në rregull? Generali Clark, po. Pyetje, ju lutem, emrin dhe mbiemrin. Wesley Clay Clark. Pyetje, datëlindja, 23 dhjetor 1944. Pyetje. Shtetësia juaj, përgjigje, Shtetet e Bashkuara. Pyetje, a ju kujtohet që keni dhënë deklaratë mbrojtjes së Thaçit që është nënshkruar në tetor 2025? Me 20 tetor, përgjigje po. Pyetje, i lutem sekretarit të seancës të vendos në ekran materialin DHT 12546 deri në DHT 12556. General Clark, do you recognize the... Generali Clark, e njihni dokumentin në ekran? Përgjigje, thuaj edhe një herë, lutem. Pyetje, e njihni dokumentin në ekran? Përgjigje, po. Pyetje, çfarë është? Përgjigje, është deklarata ime. Pyetje. A është ky proces verbali deklaratës që keni dhënë për mbrojtjen e Thaçit? Përgjigje. Po duhet të jetë i rregull, unë shikoj vetëm faqen e parë. Pyetje, i lutem sekretarit të seancës të vijojmë tej në mënyrë që të shohim faqen që përfundon me 556. General Clark, is that your signature? Generali Clark, ka në shkrimi juaj? Përgjigje, po. Pyetje, keni pas shans ta rishikoni dokumentin para se vini sot në sallën e gjyqit? Përgjigje, po. Pyetje, keni pasur shans tjetër ta rishikoni të dokument javën e shkuar? Përgjigje, po. Pyetje. A keni pasur mundësi të takoheshit me mua dhe me kolegët e mi javën e shkuar përmes videolidhjes? Përgjigje, po. Pyetje. Në ato videolidhje, a të dha mundësin që të bëje korrigjime dhe sqarime në këtë deklaratë? Përgjigje, po. Pyetje. A ju kujtohet që sqarimet dhe korrigjimet përkatëse i hodhëm në një shënim dhe këtë shënimin ta lexuam sërish? Përgjigje, po, më kujtohet. Pyetje. I lutem sekretarit të seancës vendos në ekran materialin DHT 12595 deri në DHT 12596. And if we could scroll through the document. Shohim dokumentin shpejt në mënyrë që ta shohë generali për çfarë bëhet fjalë. Go to the next page. Po në faqen tjetër. Subject to these clarifications. Duke mbajtur parasysh dhe korrigjimet dhe sqarimet që na dat javën e kaluar dhe që i hodhëm në këtë shënim, informacionin që keni dhënë në deklaratën tuaj për mbrojtjen e Thaçit, a është i saktë dhe i vërtet me aq sa besoni dhe kujtoni? Përgjigje, po. Pyetje. Duke mbajtur parasysh korrigjimet dhe sqarimet që janë hedhur në këtë shënim, informacionin që keni dhënë në deklaratën tuaj si dëshmitar për mbrojtjen e Thaçit, a pasqyron saktësisht atë që do të thonit sot nëse t'ju bëni të njëjtat pyetje në sallën e gjyqit, sikurse u kam bërë kur keni dhënë deklaratën? Përgjigje, po.
Mishetiq, kërkojmë pranimin e dokumentit në fjalë me numër DHT 12546 dhe DHT 12556 dhe provat materiale shoqëruese që janë pranuar përkohësisht në trupin gjykues në vendimin F03558 paragrafët 26-42D dhe po ashtu kërkojmë pranimin e shënimit përgatitor numër 1 me DHT 1259596 për pranim. Gjykatës ka kundërshtime nga prokuroria? Holling, jo, nuk kemi kundërshtime. Ekipet e tjera të mbrojtjes? Nuk ka atëherë kundërshtime. Dokumenti DHT 12546, DHT 12556 dhe DHT me numër 12596 pranohen dhe të marrë numrin përkatës të provës materiale. Sekretari i seancës. Dokumenti me numër 12546-12556 do të marrë numrin e provës 1D00430 dhe ka klasifikim konfidencial. Shënimi përgatitor 1, që është DHT 12595 deri në DHT 12596 do të marrë numrin e provës materiale 1D00431. Dhe ju lutem mos sqaroni klasifikimin e dokumentit në fjalë. Mishetiq, besoj se deklarata përmban të dhëna që janë të mbrojtura sipas rregullës 107, kështu që duhet të mbetet konfidenciale. Gjykatësi në rregull. Sekretari i seancës, po shënim përgatitor numër 1, konfidencial? Mishetiq, po, konfidencial. Mishetiq, do ju kthejmë përgjigje përfundimtare pak më vonë. Besoj se duhet të jetë konfidencial, por do t'ua konfirmoj pak më vonë këtë gjë. Gjykatësi vazhdoni atëherë. Faleminderit. Më 14 nëntor 2025, mbrojtja e tha që dorëzoi me email një përmbledhje të këtij dëshmitari që është pranuar sipas rregullës 154 për trupin gjykues, palët dhe pjesëmarrësit. Nuk morëm asnjë kundërshtim për këtë përmbledhje, kështu që ju lutem të më lejoni ta lexoj përmbledhjen. Gjykatësi, mikrofoni është i fikur. Mishetiq, faleminderit. Generali Clark është një general i dekoruar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara që ka shërbyer si komandant i forcave aleate në Evropë sipas organizatës Atlantikut Verior nga 97 deri në vitin 2000. Generali Clark do t'jap dëshmi për përpjekjet e NATO-s për të zbatuar marrëveshjen Holbrooke-Milošević nga tetori 98-s dhe për rezolutën e Kombeve të Bashkuara 119 do të flasi për fushatën ajrore kundër forcave jugoslave pas refuzimit të Miloševićit për të nënshkruar marrëveshjen e Rambujës, dislokimin e forcave në Kosovë në përputhje me marrëveshjen teknike ushtarake dhe rezolutën e OKB-s 1244 dhe për procesin e demilitarizimit dhe transformimit të UÇK-s. Generali Clark deklaron se askush në komandën e zinxhirin hierarkik të NATO-s nuk mendoi se do të vazhdonte konflikti armatosur pas qershorit 1999. Po ashtu do të përshkruaj se ka qenë dieni për valën e dhunës në verën 99-s pas kthimit të refugjatëve kosovar në vendin e tyre dhe atribuon dhunën faktorëve të ndryshëm, përfshirë urrëtitjen, hakmarrjen, gjakmarrjen edhe bandat kriminale. Generali Clark nuk besonte se udhëheqja e UÇK-s ka qenë e angazhuar në këto akte dhune kundër serbëve apo pakicave, dhe as zoti Thaçi konkretisht nuk ka pasur motiv për të përfshirë në sjellje të tilla, në veprimtari të tilla. Së fundi, generali Clark do të përshkruaj komunikimet e ndryshme që ka pasur me UÇK-n, delegacionin shqiptar të Kosovës në Rambuje dhe konkretisht me zotin Thaçi. Ai deklaron se nuk e konsideruar UÇK-n si një organizator strukturuar mirë me funksionin nga lart poshtë, apo të kishte strukturë komande dhe kontrolli. Ai po ashtu ka parë se mungonte kontrolli në fakt, dhe zoti Thaçi nuk kishte kontroll ndaj UÇK-s dhe sa ai ka qenë thjesht një figurë politike pa përvojë ushtarake. Edhe që kishte influencë të kufizuar ndaj ushtarëve të UÇK-s. Bazuar
në përgjegjësinë e përgjithshme të generalit Clark dhe konstatimet e tij të drejtë për drejta, ai beson se është e padrejtë të atribuohet gabimet të tjerëve zotit Thatchi. Me kaq mbyll përmbledhjen. Gjykatësi, faleminderit. Pyetje. Generali Clark, duhet bëjmë një pushim të shkurtër për përkthyesit. I'm going to start by saying that Dhe keni parasysh që të dy flasim anglisht, edhe gabimisht flasim shumë shpejt në pyetje përgjigje pa pauzë. Kështu që unë duhet t'i kujtoj dhe vetes që të bëj një pauzë mes pyetjeve përgjigjeve, do ju lutesha edhe ju që përpara se të përgjigjeni të prisni një çast në mënyrë që të ketë mundësi të realizohet përkthimi dhe që stenografi të zbardhë të gjithë dëshminë tuaj siç duhet. Ju faleminderit. Do të fillojmë disa pyetje për të shkuarën tuaj. Se kush jeni ju? Së pari, sikur se keni thënë deklaratën tuaj, ju keni përfunduar studimet në West Point në 1966, keni qenë një nga nxënësit më të shkëlqyer të klasës tuaj, dhe më pas ju bët një shkollar në Oxford, apo jo? Përgjigje po. Më pas shkuat në ushtrinë për 34 vjet në ushtrinë e Shtetet Bashkuara, ku keni qenë general me 4 yje, më pas keni qenë komandanti suprem i forcave aleate në Evropë, apo jo? Përgjigje po. Pyetje, keni qenë ashtu kreu i komandës të Shteteve të Bashkuara në Evropë, apo jo? Përgjigje po. Pyetje, keni qenë komandanti për Evropën nga 1997 deri në vitin 2000, apo jo? Përgjigje po. Në deklaratën tuaj thoni se para kësaj keni qenë negociatori kryesor për marrëveshjen e paqes në Dayton në 1995, në cilësinë e drejtorit për planifikim strategjik dhe politik në Pentagon. Mund na tregoni çfarë detyra është ka drejtori i planifikimit strategjik dhe politikave? Përgjigje, kam qenë përgjegjës për politikat ushtarake të SBA-s dhe strategji në gjithë botën. Pra, gjatë kohës time, kemi pasur probleme me Saddam Husseinin, gjatë punës time në Irak, kemi pasur krizën e drogës, kemi pasur luftën që vazhdonte në Bosnjë, kemi pasur krizën me Koren, ku gati filloi një luftë në Kore dhe kështu me radhë. Po ashtu, do duhet të rishkruanim strategjinë ushtarake të Amerikës. Pas luftës së ftohtë, ne nuk kishim një strategji ushtarake, kështu që nga 1994 ne filluam të shkruanim një strategji të re, dhe më pas u rishikua kjo pas vitit 2000. Faleminderit. Në deklaratën tuaj, paragrafin 5 thoni që gjatë negociatave të Daytonit në 1995 ju përmendët se kishit dieni se presidenti George Bush kishte dhënë një paralajmërim të ashtu quajtur paralajmërimi i Krishtlindjes. Na sqaroni çfarë është? Përgjigje. Fillimisht, kur filluam negociatat, unë nuk kam qenë dieni të këtij paralajmërimi dhe diplomatët e dinin në fakt këtë gjë. Po publiku në përgjithësi dhe ne që punonim në ushtri, që kishim që të dislokuar në vendet të tjera në dhjetor të 92-shit, nuk kishim dieni për shkak të dhunës që ishte shënjestruar ndaj popullatës shqiptare nga policia serbe dhe nga MUP në veçanti brenda Kosovës. Presidenti Bush, pra George H. Bush, ju drejtua Miloševićit dhe i tha që do ta ndalonte menjëherë dhunën ose përndryshe SBA-ja do të kundërpërgjigjej. Ishte një referencë që përdorej nga forcat ushtarake për të ndaluar represionin, dhunën ndaj shqiptarëve të Kosovës, që ishin në fakt shumica e popullsisë në Kosovë. Pyetje, ju pashtu thatë që ju e kontaktuat Miloševićin në Dayton dhe trajtuat çështjen e trajtimit të tij të shqiptarëve të Kosovës dhe ai tha se nuk donte të fliste për këtë aspekt, apo jo? Përgjigje, unë dhe Richard Holbrooke e kontaktuam dhe ai tha nuk do të flas për këtë. Është shteti im, problemi im. Refuzoi të fliste për këtë temë. Nuk përpoqëm shumë se një herë në fakt. Ne e dinim që ishte e rrezikshme kjo gjë. E dinim që atje kishte vështirësi, po ai nuk donte të fliste për këtë gjë. Ishte tiç në rregull. Në paragrafin 6 të deklaratës suaj thoni se filloni të fokusoheshit në Kosovë në 6 muajin e parë të 98-s.
kur morët raportime për sulmin e serbe ndaj familjes Jashari në Kosovë. Çfarë keni parë ju? Përgjigje. U shkova në Maqedoni, më duket se kanë qenë ditët e para të marsit, isha në Maqedoni, kishte një task force amerikane të vendosur në Maqedoni, që ishte vendosur para disa vitesh për të qëndruar në kufirin mes Serbisë dhe Maqedonisë. Quhet task forca Able Century. Unë nuk kisha qenë asnjëherë atje, shkova ta inspektoja, kisha qenë komandant i kësaj pike për rreth 6 muaj, 7 muaj, shkova atje, me njëherë më merr në telefon ambasadori amerikan në Shkup, Chris Hill konkretisht, dhe më thot, duhet të flisni me njëherë me presidentin Gligorov të Maqedonisë. Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja Jasharve, kishte shqetësime për këtë gjë. Po kur shkova të takoja presidentin Gligorov, ai më spjegoi se tani do të fillojë një konflikt për shkak kësaj. Kjo vrasje do të nxjisë një konflikt. Ai më tha, shqiptarët do të kundërpërgjigjen. Nuk do ta pranojnë këtë gjë ndodhi. Shqiptarët do të rezistojnë, do të kundërpërgjigjen kësaj vrasjeje. Mishetić, i lutem sekretarit e seancës të nxjerrë në ekran provën materiale 1D00430. And let me just say, I had Generali Clark. Unë e njihja presidentin Gligorov që prej periudhës së Daytonit. Ishim takuar disa herë me të në Shkup. Gligorovi ishte një person i arsimuar, kishte studiuar në Universitetin e Beogradit në 1939, fliste anglisht, gjermanisht, serbisht, frëngjisht. Ishte shkollar i vjetër me përvojë dhe ishte një person që kuptonte shumë thjesht situatën. Qoftë si pjesëmarrës, qoftë si vëzhgues, dhe ai po e kuptonte se çfarë po ndodhte në Evropën juglindore. Prandaj për mua ishte një person i besueshëm, edhe unë e mora seriozisht ato që më tha. Mishetić, kemi në ekran deklaratën tuaj. Do doja të shihnim paragrafin 7 të deklaratës suaj. General, in this part, General, në këtë pjesë të deklaratës suaj, flisni për faktin që pas kësaj, pas ngjarjes së familjes Jashari, përgjigje, nuk ju dëgjoj mirë, ju lutem ngrini zërin. Mishetić, në paragrafin 7, ju flisni që thonë që pasi u takuan presidentin Gligorov të Maqedonisë, fillua të përgatisni një plan veprimi, më falni. Çfarë ishte ky plan veprimi? Pse përcaktuat këtë plan veprimi? Përgjigje. Pasi u takuan presidentin Gligorov, kontaktova më njëherë Pentagonin. Të njoftoja Pentagonin dhe personelin përkatës atje dhe t'i paralajmëroja që Miloševići do të krijonte një konflikt të ri, do të çelte një konflikt të ri dhe u sugjerova që mbase duhej përsëritur paralajmërimi i ashtu quajtur i Krishtlindjes së 92-shit. Në këtë pikë, Shtetet e Bashkuara thanë dhe NATO-ja thanë, po ne s'kemi asnjë politikë për Kosovën. Dhe gjatë periudhës mars-prill 98, sulmet serbe ndaj popullatës në Kosovë u rritën gjithnjë më shumë, u përshkallëzuan deri në pikën sa ministrat e jashtëm filluan të flisin me sekretarin e Shtetit Amerikane për këtë problem. Dhe u mendoja se e dija se ç'duhej bërë në këto kushte. Po sipas procedurave të NATO-s, nuk kishim asnjë autoritet pa pasur udhëzime politike, s'kishte plane konkrete. Fola me sekretarin amerikane të shtetit për këtë, nuk kam folur me asnjë ministër të jashtëm për këtë çështje, më udhëzuan Shtetet e Bashkuara të mos flisja me askënd tjetër. Por mendoj se ajo që ndodhi, nëse më kujtohet tamam, është që takimet ministeriale në pranver mbase maj 98-s më kërkuan atje të përgatisja një plan. Nuk e dia kanë qenë ministrat e jashtëm apo ministrat e mbrojtjes. Po aty lindi udhëzimi që të përgatitej një plan.
Në paragrafin 7 ju thoni që në këtë plan përfshihet gjithashtu edhe një udhër aktivizime. Përgjigje. Kur je pjesë e NATO-s, zinxhiri komandës është dyfisht. Nga njëra anë, unë raportoja Komisionit të Ushtrisë, por gjithashtu edhe Sekretarit Përgjithshëm, por në të njëjtën anë i referoja punën time edhe ministrave të mbrojtjes. Për shembull, unë u ktheva te kryesia e shefave të përbashkët dhe ju shpjegova se cilat ishin opsionet, çfarë mund bëja. Dhe gjithashtu mora lejen e tij që të mund të flisja me Shtëpinë e Bardhë lidhur me këtë çështje, kështu që vijova më tej duke biseduar me Shtëpinë e Bardhë. Në atë moment filloi që të zhvillohej plani. Pra së pari më duhej që të merrja lejen nga Shtetet e Bashkuara për të hartuar një plan të NATO-s, sepse i takonte që shumë asete, shumë zëra të Shtetit të Bashkuara do të ishin pjesë e këtij plani. Pra, filloi me një ide që do të demonstronte kompetencën dhe fuqinë e Shteteve të Bashkuara për të vijuar me sulmet mbi Serbinë. Dhe kishte një lloj zhvillimi, nëse ky spastrim do të vazhdonte më tej, atëherë i takonte që ne do të vazhdonim me fushatat bombarduese në Kosovë, dhe në qoftë se Miloševići pra nuk do të binte, aty do të vazhdonin me bombardimet në Serbi. Dhe në qoftë se as kjo nuk do funksiononte, kishin dhe opsione për të shkuar në rrugë toksore. Mënyra se si hartova unë këtë plan ishte e tillë. Kur kisha biseduar me Miloševići në Dayton, dhe me të në fakt kam folur disa herë gjatë Daytonit. Ndonjëherë ka ndodhur që të ketë qenë edhe dikush tjetër, të ketë qenë delegacioni, ose ndonjëherë kam biseduar edhe vetëm për vetëm me të në udhëzimin e Richard Holbrooke. Në një prej takimeve që kam pasur me të, ai më tha: "Ne, serbët, nuk kemi asnjë shans kundër NATO-s, sepse jeni NATO, jeni shumë fuqishëm e të tjerë. Dhe ai po ankohej, domethënë për këtë situatë. Por unë e dija që ai ishte disi në thonjse friksuar sa i takon fushatave ajrore të NATO-s." Pyetje, faleminderit general. Në periudhën 98, a keni qenë tërësisht i përfshirë në ato çfarë ka ndodhur në Kosovë? Përgjigje po. Ka qenë një periudhë e dhimbshme, sepse më kujtohet në një pikë një brigadier nga ushtria shqiptare erdhi për të takuar me mua. Ai më tha: "Shikoni se cila është situata në Kosovë", ndërkohë që ne shikonim se cila ishte rrethana, sepse në fakt po hidhnin portaja, bomba dhe po luftonin të gjitha format e mushme në fshatra shqiptar. Dhe flitet për një person, flitet për të njëjtin proces. Pyetje, faleminderit general. Tani le të shohim bashkërisht paragrafin 9 të deklaratës. Këtu, general, ju thoni që në verën dhe në fillimin e vjeshtës të 98-s, sulmet mbi shqiptarët e Kosovës nga serbët u intensifikuan. Dhe kjo çoi në shqiptarët e Kosovës u larguan nga shtëpitë e tyre, duke shkuar fillimisht në fshatrat aty afër dhe më pas në përvjeshk. Ndërkohë, në paragrafin 10 ju thoni se cili ishte përfundimi i marrëveshjes ndërmjet Holbrookut dhe Miloševićit. Do ky sekretari kaloi më poshtë në tekst për të lexuar tekstin. Pyetja e parë që kam për ju është kjo: a ju kujtohet qëllimi i përgjithshëm dhe kushtet e përgjithshme të kontratës së tetorit me Miloševićin? Përgjigje: qëllimi i përgjithshëm ishte që t'i vihej fund dhunës dhe që Miloševići të tërhiqte forcat ushtarake nga Kosova. Atje kishte 3 ose 4 regjimente të ndryshme, pra ishte policia ushtarake, një brigadë e policisë ushtarake. Në mos gabohe, ekziston gjithashtu edhe një regjiment i armatosur. Domethënë, me fjalë të tjera, Miloševići kishte forca të shumta të dislokuara në Kosovë, duke filluar nga pranvera në 98 dhe duke vjuar më tej me verën. Ne i kishim parë këto zhvillime dhe kur Holbrooku u kthye për të takuar me Miloševićin në qershor të vitit 1998, ndoshta nga fillimi i korrikut, fundi i qershorit, Holbrooku në atë kohë po priste konfirmimin që të bëhej ambasador i Kombeve të Bashkuara në emër të Shteteve të Bashkuara.
dhe presidenti e dërgoi atë për të biseduar me Miloševićin sepse ishin gjithë shumë të shqetësuar se çfarë po ndodhte në Kosovë. Pra, sigurisht edhe shtëpia e Bardhit ishte shqetësuar lidhur me këtë. Holbrooku më mori mua në telefon, ai ishte së bashku me Miloševićin dhe Miloševići i tha që e shikoj aeroplanët tuaj, avionët tuaj, e shikoj që ato fluturojnë mbi Kosovë. E shikoj avionët tuaj, por këta janë njerëzit e mi. Unë nuk do t'i dëmtoj ata. Pra, kjo ishte faza e parë e këtij operacionit kombinuar që filluam ne. Pra, ishte qartë për ne që ai nuk do na dëgjonte. Dhe kjo qasje vazhdoi dhe u zhvillua deri në korrik dhe në gusht. Rreth 400.000 civil shqiptar u larguan nga fshatrat e tyre, në përbjesht, në përmale, ishin fëmijë me foshnjë të vogla, persona që ishin gjithë friksuar, por në pjesën ndërmuese serbët ishin ende shumë të përqendruar tek fakti që donin që të eliminonin juristët e mjekët të këto fshatra në vend që të ndiqnin njerëzit që po shkonin për bjeshk. Pra ata vazhdonin që të qëndronin aty. Around Europe and Unë asa kohë po udhtoja nëpër Evropë dhe më kujtohet që mora udhëzime nga burra shteti të ndryshëm nëpër Evropë. Njëri prej tyre ishte presidenti Meri i Estonisë. Ai më shpjegoi se politikat e luftës guerile dhe mënyra se si ishin zhvilluar ato kishin çuar në një luftë kundër guerile nga Bashkimi Sovjetik. Gjithashtu ai më tha që NATO e ka dhënë këtë paralajmërim, Milošević nuk po bën asgjë, nuk po bën asnjë hap për të përgjigjur paralajmërim dhe NATO-ja po humb besueshmëri çdo ditë e më shumë që kalon. Pyetje, faleminderit general. Duhet ju tërheq vëmendjen tek pika e tretë e dokumentit që keni përpara. Thuhet që një pjesë e marrëveshjes bënte pjesë për mbikëqyrje ajrore dhe verifikim nga NATO-ja dhe me ish Republikën e Jugosllavisë, domethënë që të rishikohej pjesa e radarëve dhe sistemeve të mbrojtjeve ajrore të ish Republikës së Jugosllavisë. Dhe ato duhet që të largoheshin nga Kosova se të vendoseshin në vende ose në operacione të tjera. Çfarë territori keni mbikëqyrë juve? Kjo është pyetja që kam për ju aktualisht, dëshmitar. Përgjigje, territorin mbi Kosovën. Pyetje, kë mbikëqyrnit në veçanti? Përgjigje, po mundoheshin që të identifikojmë nëse bëhej fjalë për spastrim etnik apo jo. Do të thonë shikonim lëvizjet e MUP-it, të policisë së posaçme, policisë së rendit e tjerë. Pyetje, a keni pasur mundësi që të mbikëqyrni forcat e UÇK-s? Përgjigje, nuk kishte shumë gjë për të parë lidhur me UÇK-n, nuk mund të bëje dot gjë shumë lidhur me UÇK-n, sepse kryesisht nëpër radio ose sa ta konsiderohet komandës nuk mund të thuash që kishin të bënin me dy forca paralele. Nuk mund të identifikonim dy forca kundërshtare. Më lejoni të shpjegoj edhe diçka tjetër, ju lutem. Ky paragraf mbulon shumë tema. Nga fundi i shtatorit deri në fillim të nëntorit, ose në fillim të dhjetorit, unë personalisht kam shkuar 3 herë në Beograd. Në njërën prej këtyre takimeve ka qenë bashkë me mua dhe Javier Solana. Dhe në këto takime jemi ulur me Miloševićin dhe Miloševići na tha, unë do t'i tërheq këto forca. Dhe Solana në këtë takim konkret më tha mua, cilat janë ato forca që nuk janë tërhequr, ndërkohë që unë përgjigja duke thënë se cilat ishin forcat e pa tërhequra. Ai më pas i thot Miloševići i drejtohet generalit Perisic, ata po flisin serbisht dhe nuk kuptohet se çfarë po thonin me njëri tjetrin, dhe Miloševići na tha me inat që do i tërheqim dhe ato. Domethënë ishte me inat sepse ne kapëm me diçka. Nuk ishte i qartë në qoftë se ishte i umërzit me neve, që i vum në dukje këtë mangësi të tij, pra që nuk ishte tërhequr të gjitha forcat, ose nëse ishte i natosur me Perisicin. Dhe këtu u larguam. Ne menduam që kishte takim i suksesshëm, por më pas asgjë nuk ndodhi. Forcat nuk u tërhoqën asnjëherë.
Shkova më tej në një tjetër takim pas një jave, e thash president Milošević duhet të tërheqësh forca, sepse nëse nuk tërheq forcat, atëherë NATO do më kërkoj që të ekzekutoj, do zbatoj planin që kemi në letër, dhe ne do vazhdojmë bombardimin. Dhe ajo përgjigj, NATO-ja të bëjë ato çfarë ka për të bërë. Edhe unë përgjigja, ne nuk e duam ta bëjmë atë çfarë mund të bëjmë. Dhe ai më tha që ke të drejtë, po bisedoni me gjeneralët. Kështu që unë shkova dhe bisedova me gjeneralët. Ndërkohë që i tregova dhe hartën. Ata më thanë që këta janë terroristë, ata persona këtu aty janë të gjithë terroristë, janë zonat e Kosovës. Dhe unë i thash, nuk do e zgjidhësh kështu këtë bisedë duke i quajtur të gjithë terroristë dhe duke i mundur edhe duke i shtypur njerëzit e Kosovës. Nuk mund të dëbosh njerëzit nga shtëpitë e tyre ti të thrasësh të gjithë terroristë. Duhet të ndryshosh taktikën tënde. Por as kjo bisedë nuk çoi në asgjë. Kur u ktheva herën tjetër dhe shkova dhe takova Miloševićin, ai më tha që do bënte çdo gjë që mundej, por asgjë nuk ndodhi. Më pas shkova në takimin e tretë me generalin Klas Marlin. Në atë kohë u ulëm me të dhe i treguam presidentit Milošević se çfarë donim ne të bënte ai. Ai më tha që personi që është përgjegjës sot e Stajnović, me atë duhet flisni. Kështu që ai tha që nuk ishte personi përgjegjës. Ne shpenzuam të gjithë darkën për të shkruar marrëveshjen. Të nesërmen ishte e diel në mëngjes. Ishte koha për të shkruar marrëveshjen, presidenti Milošević erdhi në orën 10 në mëngjes, dhe ai u soll sikur marrëveshja ishte vërtet shumë e rëndësishme. Ai tha, ne e dim se si ti trajtojmë të shqiptarë këta vrasës, dhe kemi bërë këtë gjë më përpara, nuk është hera e parë. Unë i thash, zoti president, po si i keni trajtuar dhe çfarë keni bërë? Ai më përgjigj, i kemi vrarë të gjithë. Dhe pastaj paraqita marrëveshjen që ishte shtypur me njerëzit e vet, ku ishin disa pika lidhur me çfarë do të bënin Shtetet e Bashkuara. Pra, sa i takon forcave tërheqëse dhe negociatave. Unë i thash, zoti president, nuk e shikoj të keni nënshkruar të marrëveshje. Ai më tha, nuk është e nevojshme. I thash, sigurisht është e nevojshme, duhet ta nënshkruani. Dhe në fund ai nënshkroi marrëveshjen. Ne u kthyem përsëri mbrapsh, ndërkohë të nesërmen prap asgjë nuk ndodhi. Kështu që unë mora në telefon ambasadorin e Shtetit Bashkuara në një linjë të hapur thirrjeja. Edhe i thash asgjë s'po ndryshon. Është e njëjta situatë. Nëse gjërat nuk fillojnë të ndryshojnë, deri në darkë më duhet të raportojnë NATO-s dhe duhet të vazhdojmë që të zbatojmë planin. Çfarë do thotë që duhet që të ndryshojmë në aspektin ushtar, pra duhet të fillojmë bombardimet. Në 2-3 orët pasuese asgjë nuk ndodhi. Gjërat pra filluan që të ndryshonin pas 2-3 orësh nga ana jon, po jo nga ana e Miloševićit. Dhe në këtë moment ambasadori Walker shkoi në misionin verifikues diplomatik në Kosovë. Qëllimi kryesor i këtij misioni ishte që Serbia të respektonte atë çfarë ishte rënë dakord së bashku me Richard Holbrooke. Pyetje, faleminderit. Të bëjmë një pauzë, po flasim shumë shpejt. Ambasadori, generali, ndoshta jam pak më shpejt. Nuk ka problem, thjesht sa për të kapur ritmin. Thank you. Now, in this paragraph, you say that Misetic, ju këtu thoni që Këshilli i Atlantikut Verior autorizoi një urdhër aktivizimi për sulma ajrore të kufizuara që do të ekzekutoheshin brenda 96 orë kundër Serbisë. Pyetja është kjo, aktivizimi i këtij urdhri, hyrë në fuqi me datë 13 gusht 98-s? Përgjigje, ky ishte urdhri i aktivizimit që bënte bazën mbi cilën ne mund të ndërhynim. Holbrooku kërkoi që të ekzekutohej, që të zbatohej. Dhe kur ai shkoi për të takuar herën e parë Miloševićin, Miloševići pra e kam fjalën këtu për takimin e verës, ndërkohë që nuk bë asgjë. Halling, ju kërkoj ndjes. Pyetja thotë që e keni fjalën për gusht 98-s. Kam përshtypjen që ka një gabim aty se duhet të bëhet fjalë për 38 orë në 98-s apo jo.
Misatiç po keni të drejtë ju kërkojnë tjesë për gabimin. Përgjigje. Ajo çfarë është e rëndësishme është që pa një urtë aktivizimi, NATO-ja nuk vepronte dot, nuk e zbatonte dot marrëveshjen. Kështu për këtë arsye ishte e rëndësishme që të kishim një urtë aktivizimi për të ditur se cilat ishin avionët luftarak që do të kishim në dispozicionin si NATO, në qoftë se do të vazhdojmë me zbatimin e planit. Pyetje. Në verë dhe në vjesht të 98-ës, a jeni informuar nga burimet të ndryshme informacioni lidhur me situatën që ekzistonte në terren Kosovë? Përgjigje po. Pyetje. Përveç se jeni informuar për pozicionin e forcave serbe në terren, a keni marrë gjithashtu edhe informacion lidhur me forcat e UÇK-s në terren në verën dhe vjesht e 98-ës? Përgjigje jo shumë informacion. Pyetje. A ju kujtohet se çfarë informacione keni pasur në 98 lidhur me strukturën dhe komandën e UÇK-s? Përgjigje, nuk kishte shumë informacion. S'kishte shumë gjëra për të folur sa i takon komandës. Me sa dinim ne, bëj fjalë për grupe lokale, të cilat ishin formuar pak a shumë në mënyrë spontane në përgjigje të shtypjes serbe prej shumë vitesh. Në veçanti pas vrasjes së familjes Jasharve, gjithmonë më tepër filloi që të krijojë një alarm i përgjithshëm që do kishte më shumë zhvillime negative dhe për këtë arsye njerëzit gjithmonë më tepër formonin këto grupe lokale. Me sa dinim ne, kaq dinim. Unë sigurisht që mora më shumë informacion lidhur me UÇK-n nga serbët se sa kam marrë informacion nga forcat tona. Serbët kishin pika të identifikuara në hartë që i kishin të identifikuara si të ashtu quajtura pika terroriste. Do të thënë, ata po mundoheshin që të mblidhin informacion lidhur me to. Sigurisht që pjesa më e madhe e personave në këto grupe ishin persona që kishin shtëpitë, familjet e tyre, që mundoheshin të kishin jetën e tyre, por nga ana tjetër po përpiqeshin që gjithashtu të mbronin veten dhe familjen. Pyetje, tani doja që të shikojmë paragrafin 17 të deklaratës tuaj. Këtu identifikoni masakrin e Raçakut. Generali po. Pyetje, këtu ju thoni se keni pasur një takim me Miloševićin lidhur me këtë temë. Më tej juve vazhdoni dhe thoni që e keni zvogluar kohën e njoftimit nga 96 orë në 48 orë. A na e thoni do të arsye se keni bërë këtë gjë? Generali, po mundohem që të lexoj këtë pjesën që sapo e përmendet, por nuk e gjej gjë ku ndi. Misatiç në paragrafin 19 do ju kërkoj të lexoni paragrafin pas ju lutem. Just trying to put pressure on Milošević. Thjesht po përpiqeshin që të ushtronin trysni mbi Miloševićin. Pyetje në rregull. Kalojmë në faqen tjetër të deklaratës. Në paragrafin 22 flisni për takimin me zotin Thaçi. Do ju kërkoja të lexonit me mendje këtë takim. Përgjigje, e keni fjalën për paragrafin 22, pyetje po. Përgjigje. Më lejoni të them shkurtimisht që mua më kërkuaj që shkoja në bisedat në Rambuje, sepse në qoftë se do shkoja atje, mendoja që mund të bindja serbët që të pranonin marrëveshjen. Pra, marrëveshja që në shkruan në Rambuje ishte pak a shumë e njëjta, ndishte të njëjtën logjik të marrëveshjes që ne kishim hartuar në Bosnjë. Do të thënë me fjalë të tjera, ishte një thirrje e NATO-s, e Kombeve të Bashkuara për të ndaluar dhunën. Do të thënë nuk është se kishte një plan tjetër më të elaboruar, por thjesht ishte një plan që të kthenin paqen, të ndalonin dhunën. Unë mendova se mund shkoja në këto biseda, por nuk u lejoj që të shkoja atje. Më në fund, mua mu lejua që të shkoja dhe të takohesha me shqiptarë të UÇK-s, do të thënë delegacionin shqiptarë të UÇK-s. Kjo ka ndodhur në fundin e seancës së parë të bisedave të paqes në Rambuje. E di që kam fluturuar atje dhe i tregova antarëve të delegacionit shqiptar të UÇK se çfarë plani kishte NATO-ja. Ju thash që ne kishim për një mund planin ton, nuk e kishin sa për të largohen. Dhe ju tregova atyre se cili ishte qëndrimi ynë.
Ndërkohë, pas disa ditësh, ata, pra delegacioni shqiptar e pranoi propozimin dhe serbët nuk e pranuan. Dhe kjo për ne ishte një pas për filluar diçka. U takova me zotin Thaçi një herë të dytë, përpara se sa filluan fushatat bombarduese, nëse nuk e kam gabim. You know, he was just one. Ai ishte një prej personave atje. Ishte personi më me autoritet, ishte më i riu, ishte më bindësi. Pra ishte personi që ishte i veshur më mirë, i kishte flokët në mënyrë më të përshtatshme, me çe kuptova unë ai jetonte në Zvicër, fliste gjermanisht, nuk fliste shumë anglisht aso kohë. Unë ndërkohë kurse fliste shumë gjermanisht, që ishte pak e vështirë që të komunikonin me njëri tjetrin, por ai nuk ishte komandanti ushtarak. Pyetje. Ju në paragrafi 23 deklaratës tonë që ju arritet në përfundimi që nuk ishte komandanti ushtarak sepse ai nuk ju ndihmoi për të identifikuar objektiva dhe që nuk e kishte fare idenë ose kuptim bazik të operacioneve ushtarake apo jo. Përgjigjja është e saktë. Kur takova me të herën e tretë, unë kërkova ndihmë, po nuk morëm asnjë ndihmë se nuk e kishte idenë fare se çfarë po ndodhte. Edhe unë i thash, çfarë po ndodh? Se problemi që kisha unë si komandant ishte që ne nuk kishim një forcë në teren, kështu që ne do të mbështeteshim vetëm thjesht në fushatat ajrore. Donim që të mos sulmonim objektivat civile, por donim vetëm thjesht që të ndërhynim në forcat ushtarake në teren. Dhe pyetja që i bëra unë është, ku janë ata, ku jeni ju, pra çfarë duhet të sulmojmë, cilat janë objektivat e mi. Ndërkohë, përgjigjja që mora prej tij ishte asgjë. Pyetja, faleminderit general. Në paragrafet 24 dhe 25 të deklaratës tuaj, ju thoni se nuk besoni që UÇK-ja kishte ndonjë strukturë kontrolli dhe komande funksionuese. Pyetja që kam për ju është kjo. Cila është dallimi ndërmjet kontrollit dhe komandës? Përgjigje. Ne gjithmonë themi komandë dhe kontroll, sepse komanda është kompetenca, autoriteti, por kontrolli është mënyra për ta mbikëqyrur atë, për të përgjigjur dhe situatës, për ta korrigjuar atë, për të ulësuar atë dhe për të ndjekur hapat. Me aq sa pam ne nuk ishte asnjë prej këtyre elementeve. Ne kishim disa vëzhgues në kufirin midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe ndonjëherë ata më thonin që mundoheshin që të mblitin informacion. Këtu e kam fjalën për persona që i përkisnin forcave speciale të Shteteve Bashkuara, po as ata nuk patën mundësi që të mblidhin informacion besueshëm. Ishte e qartë që bëj fjalë për grupet pavarura, ishin grupe të cilët ishin të motivuara, ishin duke luftuar, ndonjëherë ata kapnin dikë, për shembull në një pikë ata kapën një rus, nuk thashë nuk është se jam interesuar për këtë gjë. Domethënë me fjalë të tjera nuk ishte mënyra komunikimi, ishin thjesht njerëz të vetë organizuara. Unë nuk kisha asnjë dyshim që ushtria serbe ishte e friksuar prej tyre, por nga ana tjetër sa i takon komandos dhe kontrollet ose sa i takon një forcë të koordinuar, asnjëra prej tyre nuk ekzistonte, të paktën jo sipas mendimit tim, me aq sa kam parë unë. Pyetja. General, a jeni munduar ndonjëherë që të eksploroni mundësitë që të mbështeteshit në UÇK-n si një formë trupash në teren? Përgjigje, jemi përpjekur. Këtë doja unë, do të thënë ishte shumë e rëndësishme për neve që të mbështeteshim diku në mënyrë të tillë që të mos bënim gabime. Për shembull, në një rast kemi identifikuar disa automjete serbe rreth një ndërtese që dukej sikur ishte një seri ose një shtab. Ishin automjete që ishin rreth i qark kësaj ndërtese, kishte antena në godinë, kishte komunikime. Dhe persona që punonin për inteligjencën e identifikuan atë si një godinë serbe.
dhe u godit dhe pastaj doli që s'ishte fare godil serbe. Por serbët aty kishin vendosur shqiptar dhe ajo ishte një godin në të cilën ekzistonte një zonë ku ishin të ndaluar shqiptarë, që serbët kishin futur shqiptarët aty për të ndaluar. Dhe ishte një incident i tmerrshëm. Dhe unë dhe njerëzit e mi vërtet u ndjem shumë keq kur zbuluam se çfarë kishte ndodhur në realitet. Domethënë, ky është një shembull për të ilustruar juve që ne nuk kishim asnjë lloj informacioni lidhur me atë se çfarë po ndodhte në teren. Pyetje, faleminderit. Do i kërkoja sekretarit të paraqesin në ekran provën 1D00102. Përgjigje, ju lutem flisni pak me zë më të lartë. Misalisht po flisim me sekretarin për këndjes general. General Clark, General, ajo çfarë shikoni në ekran është një letër që është dërguar nga Departamenti i Shtetit që mban datën 4 maj 1999. I është drejtuar kryetarit të Senatit, Mitch McConnell. Dua t'ju bëj një pyetje lidhur me atë çfarë i ka thënë Departamenti i Shtetit zotit McConnell. Është një letër e cila ka të bëjë me anëtarët e Senatit Amerikan që dëshironin që të armatonin UÇK-n. Në ato kohë, a keni qenë informuar për ndonjë iniciativë ose synim të Shtetit Bashkuar të Kongresit pra që të armatosë UÇK-n? Përgjigje, nuk e di, mbase kam ditur këtë gjë në atë kohë, por në atë kohë kam qenë shumë i përfshirë për të përgatitur bombardimet ajrore dhe për të ushtruar trysni mbi Serbinë për të bërë hapat e veta. Besoj që kjo mund të jetë diçka që mund të ketë qenë në linjë me të njëjtat veprime, por nuk e di. Pyetje, në paragrafin 3, Departamenti i Shtetit dërgon zotit McConnell që në Kosovë nuk ka një forcë me komandë dhe kontroll real në Kosovë, do të referohet UÇK-s këtu. A pajtoheni me të vlerësim të Kongresit General? Përgjigje, po. Pyetje, kur thuhet që nuk ka strukturë politike në Kosovë, a e besoni edhe juve që nuk ka pasur strukturë politike në Kosovë në atë kohë? Përgjigje, unë e dija, isha ndjeni për zotin Rugova, që më përpare kishte qenë në burg disa herë, por e dinim që ai kishte një pasues në Kosovë. Megjithatë, nga ana tjetër, e dinim që struktura nuk është efektive. Dhe nëse më lejoni që të vazhdoj më tej, nuk është se edhe nëse ekzistonte kjo si fuqi, nuk ishte lidhur me rezistencën armatosur, ishte komplet e veçantë, e ndarë. Pyetje, a keni pasur në një vlerësim në qoftë se ka pasur ndonjë kontroll civil mbi UÇK-n? Përgjigje, jo, nuk ka pasur. would it have been possible? Pyetje, a do ketë qenë mundur për UÇK-n që të ketë pasur një zinxhir komandues funksional me hierarki të plotë dhe që NATO-ja dhe Shtetet Bashkuara mos e kenë nditur këtë gjë? Përgjigje, absolutisht jo. Turning your attention. Pyetje. Do i kërkoj sekretarit paraqes të njëherë në ekran deklaratën e generalit. If we could go to paragraph 27, please. Kalojmë paragrafin 27, ju lutem. General Clark, in Generali Clark, në paragrafin 27 që është në ekran tani, ju thoni që konflikti në Kosovë, konflikti armatosur në Kosovë përfundoi me tërheqjen e forcave serbe në bazë të marrëveshjes tekniko-ushtarake të qershorit 1999 dhe miratimin e rezolutës së Kombeve të Bashkuara 1244. Gjithashtu thoni se nuk kishte zinxhir komandues përfshirë në Këshillin e Atlantikut të Veriut, pra që ku perceptohej që konflikti armatosur kishte vazhduar pas qershorit 1999. Pra nuk kishte kështu. Së pari me lënë
A mund të na tregoni kur u fut KFOR-i në Kosovë, si ishte i strukturuar? Ju kujtohet sa zona ishin aty? Përgjigje, ne kishim dy forcat të NATO-s, njëra në Shqipëri nën komandant generali të Rith, i cila merri me parapërsisht 1 milion njerëz që ishin larguar nga parapërsisht 1.500.000 njerëz, themi në Shqipëri. Ata kishin një mision për refugjatët. Në Maqedoni ne kishim trupat e ndërhyrjes së shpejtë, të reagimit të shpejtë në komandën e generalit Jackson. Pra, ai mori delegacionet kombëtare, kishim italianët, kishim francezët, gjermanët dhe kështu me radhë, dhe që ishin vendosur aty dhe gati për të hyrë në Kosovë në momentin kur rezoluta do të ishte plot. Pra, nëse më kujtohet saktë, rezoluta është nënshkruar të njëjtën në New York me 10 qershor, rreth mesditës, dhe serbët duaj të largoheshin me datë 11 dhe NATO-ja duhet të ndërhyjnë të futej në Kosovë me 12 qershor. Pra forcat e NATO-s ishin aty dhe të përgatitura dhe të duke planifikuar për të hyrë në Kosovë. Pra marrëveshja ishte bërë pas disa ditësh negociatash midis generalit Jackson që më përfaqësonte mua dhe serbët në pjesën jugore të kufirit, me Serbinë. Pyetje, faleminderit. Faleminderit general, e kujtohet sa trupat e NATO-s ishin në Kosovë kur u fut NATO-ja? Përgjigje, ne mendoj që kishim planifikuar për rreth 20.000 trupa, diçka e tillë. Pyetje, patët mbështetje ajrore? Përgjigje, po. Pyetje, kishit mbikëqyrje nga ajri pra në Kosovë? Përgjigje, po. Cilat do të kishte qenë përgjigjja e KFOR-it, po në qoftë se Serbia do të ishte përpjekur të sulmonte Kosovën apo UÇK-n pas tërheqjes së forcave serbe nga aty. Përgjigje, NATO-ja do të kishte rezistuar, do të kishte reaguar natyrisht. Pyetje, në qoftë se Serbia do të ishte bërë përpjekje për të sulmuar Kosovën apo UÇK-n pas tërheqjes së forcave të serbe, a do të kishte çuar kjo në një konflikt midis Serbisë dhe NATO-s? Përgjigje, po. Pyetje, a kishte aty rrezik të vërtetë sipas pikpamjes suaj të rifillimit të veprimeve armiqësore apo konfliktit pas tërheqjes së forcave serbe? Përgjigje, mendoj se mundësia ishte e lartë që forcat serbe të rifillonin veprimet armiqësore, por akoma kishim nuk mendoj që kishte mundësi të lartë pra që forcat serbe të rifillonin veprime armiqësore, por ne kishim akoma çështjen e pasgjitur të rusëve që ishin në aeroportin e Prishtinës dhe ne ishim habitur pra kapur si papritmas nga lvizja e rusëve nga Bosnia me datën 11 qershor dhe kishin shkuar në Prishtinë në momentin e tërheqjes së forcave serbe. Pra nuk mund të përjashtohet asnjëherë përgjegjësia për mbrojtjen e, nuk mund të mos merret parasysh përgjegjësia për forcën mbrojtëse dhe për mbushjen e misionit që të jetë e pranishme. Pra njëra prej përgjegjësive ishte që ne ishim të përgatitur në rast se do të ndodhte diçka. Pyetje, por ajo që po përpiqem të kuptoj është sa realiste, sa e mundur ishte në të vërtetë që bëhej një ofensivë serbe mbi NATO-n, kundër NATO-s. Si e keni parë ju këtë, sa realistisht në atë kohë? Përgjigje nuk ishte shumë realiste, por nga ana tjetër, si komandant ishte vendi që të mos kapesha pa përgatitur, pra dhe që të mos gjendesh në një situatë ku se kisha menduar këtë gjë që mund të ndodhte. Pyetje, faleminderit generale, tani zoti sekretar mund të kalojmë shfaqjen e ekran për materialin P04064 ju lutem general. Clark, në ekran është marrëveshje teknike ushtarake midis KFOR-it dhe Qeverisë Jugoslave dhe Qeverisë Jugosllavisë dhe Serbisë. Pak më poshtë në fund të faqes ju lutem, mund të kalojmë në faqen tjetër, faqja 2 dhe këtu përkufizohen dy terma. Zona e sigurisë ajrore përkufizohet si një zonë 25 km që shtrihet përtej kufirit të provincës së Kosovës deri në
25. Pjesa tjetër është zona e sigurisë toksore, që përshkruhet si një zonë 5 kilometrësh që shtrihet përtej kufirit të provincës së Kosovës në pjesën tjetër të Republikës së Jugosllavisë. Nëse kalojmë pastaj në pikën A, për të krijuar një ndërprerje të qëndrueshme të veprimeve armiqësore, në asnjë rrethon, forcat e ish Republikës së Federale të Jugosllavisë dhe të Republikës së Serbisë nuk do të hyjnë apo të rihyjnë apo të qëndrojnë brenda territorit të Kosovës apo zonës së sigurisë toksore dhe zonës së sigurisë ajrore të përshkruar në paragrafet 3 në 1.1 për pa patur pëlqimin paraprak të shprehur qartësisht të forcës së sigurisë ndërkombëtare KFOR-it, pra të komandantit të saj. Policia vendore do të lejohet të qëndrojë në zonën e sigurisë toksore. Pyetja ime tani për juve është serbët a e kundërshtuan ndonjëherë zonën e sigurisë toksore dhe ajrore rreth Kosovës? Përgjigje jo gjatë periudhës që më kujtohet. Pyetje, faleminderit. Përgjigje, dhe ata ishin të zënë për të tërhequr pajisjet e tyre jashtë vendit dhe
Your Honors, we're in public session. Thank you. Sekretar, jemi në seancë publike. Shëndetësi, faleminderit. Zoti sekretar, më shfaqim në ekran DHT 12601 deri në DHT 12603. Pak më poshtë. General Clark. Kjo është një raport i mediave, i botuar në gazetën Irish Times. Më duket se është i datës 8 qershor. Pak më poshtë, flitet për rritjen jashtëzakonisht të madhe të dhunës etnike midis grupeve serbe dhe shqiptare dje në qytetin e pjesën e veriut, pra në Mitrovicës, ditën e parë, trupat e franceze të KFOR-it u vunë në test sa i takon tolerancës etnike dhe hoqën, testuan pra nivelin e tolerancës etnike dhe hoqën pengesat barriera që ndanin qytetin. Pastaj thotë, pak kohë më pas, një turm për 7.000 shqiptarë etnik në mbrojtjen e fuqishme të KFOR-it i kishin marshuar në mënyrë paqësore në lagjet serbe për herë të parë për të shprehur, theksuar dëshirën e tyre për të kthyer në shtëpitë e tyre. Një përplasje filloi midis grupeve të serbëve radikal dhe shqiptarëve, ata u pozicionuan, unë shkojmë pak më poshtë, në të cilën në dy anët e urës së lumit Ibër, që ndanë qytetin në baza etnike dhe që ishte bllokuar nga KFOR-i deri ditën e dieshme. Pati hedhje gursh nga të dy anët, por trupat franceze u vendosën aty dhe ndaluan dhunën e mëtejshme duke arrestuar shqiptarët e Kosovës që përpoqen të hedhnin një granat dore. Pyetja ime, a ju kujtohet ky tension në Mitrovic? Përgjigje, nuk më kujtohet ky incident. Pyetja, a keni ndjenjë për ndonjë përplasje midis forcave të UÇK-s dhe paraushtarakëve serb në Mitrovic në fillim të qershorit 1999? Përgjigje, nuk jam në djeni të një përplasje midis paraushtarakëve serb dhe UÇK-s, por jam djeni se ka patur një seri përplasjesh gjatë kësaj periudhe. Nuk kam menduar në asnjëherë që ka qenë UÇK-ja. UÇK-ja thuhej se nuk mishte pjesë e kësaj, por e dija që kishte shumë presion nga të dy anët që të përpiqeshin të nxjerrin të largonin shqiptarët nga pjesa e veriut e lumit Ibër. Dhe më duket se kishte diçka me datë aty, kjo është në 16 nëntor. Po cila është data e saktë e incidentit për cilin po flisnim? Ishe ti që nëse mund të kthehemi pak dëshmitar jashtë, por në shtator më ishe ti që jo, është në korrik. Mund t'ju tregoj datën, pak më poshtë ju lutem, shiheni, data është 8 korrik 1999, kur kjo është botuar, pra. Përgjigje po, pra ka qenë përpara kësaj, pyetje. Përgjigje, pra ka qenë me njëherë pas hyrjes, një javë pas, mendoj që mund të mendoj që mund të ketë qenë pas 5 javë, ose diçka e tillë, pasi ne kemi hyrë aty, pra trupat e KFOR-it kanë hyrë. Ka patur shumë lëvizje të tilla si kjo, që po zhbëheshin atë kohë, sepse njerëzit përpiqeshin të pohonin dhe të shfaqnin dhe të vendosin dominimin e tyre. Pra mendoj se nuk mendoj se ka qenë organizuar. Nuk kam kuptuar kur, nuk e kam ndier kur, apo patur përshtypjen që kjo ishte organizuar nga UÇK-ja. Këto ishin grupe individuale dhe ka përfunduar, pastaj ka patur shumë lëvizje të tilla ku njerëzit përpiqeshin të vendosin autoritetin e tyre dhe spastrim etnik në pjesën e veriut, në veri të lumit Ibër, në nivel të tillë që unë kam shkuar dhe kam takuar ministrin e jashtëm dhe të mbrojtjes francez në fillim të tetorit. Kam shkuar te sekretari i përgjithshëm i NATO-s, jam ankuar sepse kishte një përpjekje të organizuar të serbëve për të spastruar zonën e veri të lumit Ibër, ku
ku Mitrovica ishte shqiptarve. Ka takuar ministrin Richard, i cili më tha, jo, ne kemi dhënë urdhra trupave franceze që të mbrojnë serbët në atë zonë dhe të mbështesin ata. Pra, ne kemi patur sa vështirësi lidhur me këtë. Por kjo është mënyra se si trupat e NATO-s funksionojnë. Ka një lloj autoriteti dhe pushteti që i përket vetë autoriteteve kombëtare edhe pse janë në kontrollin dhe komandën e NATO-s. Pra, kam bërë thirrje atij, ai nuk ka ndryshuar këto urdhra, më vonë kam çuar përforcimet e tjera aty për të ruajtur mundësinë që shqiptarët të mund të jetojnë aty. Raportet që po merrle tregonin se doktorët shqiptarë në spitale dhe njerëz të tjerë po detyroshin të largoshin nga Serbia dhe po dëboshin prej aty. Dhe mendova dhe kuptova se ishin paraushtarak serb dhe forca speciale serbe që po bëjnë këtë gjë. Pyetje faleminderit. Kjo është përgjigje, kjo është mënyra se si Beogradi vepronte. Pyetje faleminderit, zoti kryetar dorëzoi të 1260 deri në DHT 1260 si provë, gjykatës në një kundërshtim halling jo. Gjykatësi kjo pranohet, sekretari do të marrë provën numrin për materialin 12000434 dhe klasifikimi është konfidencial, gjykatësi mishetisht mund të jetë publike, gjykatësi klasifikohet si publike. Pyetje General Kark, në deklaratën tuaj që keni diskutuar gjithashtu demilitarizimin e UÇK-s në verë të 99-s. Në paragrafin 31 të deklaratës tuaj deklaroni se generali Jackson në mënyrë të rregullt ka bërë takime me komandantin e UÇK-s Çeku dhe komandantin e UÇK-s Çeku dhe komandantin e zonave të UÇK-s me qëllim që të zbatohej demilitarizimi i UÇK-s. Gjithashtu keni diskutuar një takim të tillë ku ju keni marrë pjesë kur generali Jackson ju ka pyetur juve që të bashkoheshit të ishit pjesë në mbledhjen e Këshillit të Përbashkët për zbatim me qëllim që t'ju drejtoheshit të flisnit me komandantë e zonave të cilët po kundërshtonin përpjekjet për të dorëzuar tërësisht armët. Pyetja ime është, a kuptuat arsyeën sepse generali Jackson nuk mund të thoshte thjesht komandantit Çeku që të ndjelte të lëshonte një urdhër për të plotësuar demilitarizimin dhe pse ai pati nevojë që komandanti suprem i aleatëve në Evropë të t'ju drejtojnë në mënyrë të drejtë për drejtë komandantëve, pra juve. Pyetje. Në faktën nuk kam trajtuar këtë çështje kurrë me generalin Jackson, por e dija që ai kishte vështirësi sepse duke qenë që kishin luftuar, ata kishin luftuar individualisht dhe kishin bërë punën e tyre më të mirë dhe maksimum për të mbrojtur popullin e tyre dhe pas ridaljes para të shqiptarëve të Kosovës, kthimit të shqiptarëve të Kosovës në Kosovë, mendoj që UÇK-ja ishte në gjendje në atë pikë që të kishte ndjerë mbështetjen e njerëzve, pra që të kishte një lloj organizimi. Unë nuk e kisha atakuar asnjëherë general Çekun më parë dhe pra mendoj që shqetësimi që ata kishin ishte se ata populli i tyre ishte keq trajtuar rënd dhe ata kishin qenë viktima të shtypjes, nuk ishin të sigurt nëse mund t'i besonin NATO-s që të NATO e timbronte ata. Nuk kishin padyshim që kishin parë se si trupat UN Profori në mandatin e UN-it në Bosnjë disa vite më parë nuk ishte qenë shumë efektive në mbrojtjen për të mbrojtur popullin e Bosnjës. Pra e kishin edhe këtë përvojë. Mendoj se generali Jackson donte të shohej aty si një garanci shtesë. Ata me kishin parë në televizor, e dinin që unë isha komandanti suprem dhe se unë mund të ndihmoja ata që të kuptonin se pse duhet të dorëzonin armët dhe por që mund të kishin një lloj dhe të mbeteshin pjesë një organizate që do të vepronte në raste të katastrofash natyrshme, por ju thash atyre që nuk mund të ishte një të armatosur, nuk jeni ushtri. Kjo ka përfunduar tani. Dhe ky është mesazhi që dhash gjatë atij takimi asaj mbledhje dhe ata e pranuan atë. Pyeti a e kuptuat arsyeën sepse komandantët e zonave duhet ishin të pranishëm në këtë mbledhje? Përgjigje bën një herë pyetjen, a e kuptuat arsyeën sepse komandantët e zonave duhet ishin pranishëm në takimin me juve? Pyetje mendoj se kjo ishte sepse ata kuptova se ishte një organizatë në nivel rudimentar e thjesht akoma, njerëzit mendoj unë nuk ishte pra një organizatë, një ushtri e organizuar, nuk ishte që kolonel mund të jepin urdhra kapitenëve dhe kapitenët të jepnin urdhra pastaj togerëve.
Këta ishin grupe luftëtarësh të organizuar në nivel rajonal apo lokal, të cilët ishin grumbulluar, mbledhur së bashku për të mbrojtur komunitetin e tyre, bashkësitë e tyre. Dhe dikush nga jashtë po përpiqej të ndihmonte ata që të merrnin armë, dikush ju jepte ndoshta atyre edhe stërvitje, ju bën të stërvitje, por nuk ka qenë diçka që ka funksionuar së bashku. Pra me sa supozimi im apo përshtypja ime ishte që pas si u fut NATO-ja aty, këta persona në fakt u takuan me njëri tjetrin, biseduan, dhe nuk kishte ndonjë nënshtrim apo respektim ndaj ndonjë autoriteti të caktuar. Ta njerëz ishin akoma thoni unë kam bërë pjesën time, kam rrezikuar jetën time, nuk të lejoj ty që të më thuash të bëj këtë apo të bëj atë, pra nuk besoj, nuk kam besim në këtë. Kështu lloj gjërash, kam fjalën duhet t'i kuptojmë këta njerëz, këtë popullsi. Ajo që Miloševići më kishte thënë mu ishte e vërtetë, kam fjalën ata kishin vrarë njerëz dhe ata kishin qenë viktima të një shtypje etnike sistematike për një periudhë të gjatë më shumë se një dekadë përpara ku gjuha e tyre nuk lejohej, ata ishin detyruar jashtë larguar nga punat qeveritare, gjuha shqipe nuk pranohej në shkolla dhe kështu me radhë. Pra këta njerëz kishin luftuar, kishin rezistuar dhe ishin në mendjet e tyre të pavarur, mendoj unë. Kjo ishte përshtypja ime kur u takova me ta. Unë i pash këto grupe, ata ishin njerëz vendor, lokal, që kishin rrezikuar jetët e tyre për të luftuar kundër shtypjes. Pyetje, faleminderit general, mendoj që ky ishte qëllimi. Mendoj që ky ishte qëllimi i pranistimit në këtë mbledhje. Pyetje, faleminderit, në paragrafin 31 të deklaratës tuaj thoni se në këtë takim me komandantët e zonave ju vërejtët se zoti tha që ishte vetëm në njërën anë dhe nuk merrej parasysh pra nga luftëtarët e UÇK-s, dhe që kjo forcoi pikpamjen tuaj apo mendimin tuaj se ndikimi i zotit Thaçi tek ushtarët e UÇK-s ishte i kufizuar. Është kjo e saktë? Përgjigjen që se mund ta bëni pyetjen edhe një herë. Pyetje, ta shfaqim në ekran, është më lehtë. Të shfaqim në ekran dokumentin 1.00430, ju lutem, paragrafi 31. General, kur të lexoni paragrafin, nëse ju lutem lexoni paragrafin 31 vetëm, thoni kur keni përfunduar që kalojmë në faqen tjetër. Përgjigje, lexova paragrafin 31. Me shëtit kalojmë në faqen tjetër. Përgjigje po, pyetje. A ju kujtohet që në këtë takim ju pat zotin Thaçi që qëndronte vetëm, ndërsa komandantët e zonave ishin rreth jush dhe general Qeku, dhe kjo përforcoi mendimin tuaj se ndikimi i zotit Thaçi mbi UÇK-n ishte i kufizuar. Përgjigje, po, unë kam shikuar atë, më kujtohet që e kam parë zotin Thaçi, kam shikuar sepse ishte zëdhënës, ishte i pastër, i veshur mirë, ishte duke më perëndimor se të tjerë, nuk duke se kishte qenë në pyll duke luftuar një vit rresht ose 2 vit rresht. Dhe ishte qartë se nuk ishte përgjegjës aty, nuk komandonte aty. Përgjigje, pyetje, faleminderit general. Përgjigje, ai ishte aty. Ai ishte njëri prej personave që njihja më mirë. Unë nuk kisha takuar më parë me Qekun, por nuk mund të merresha me këtë çështje përmes Thaçit, nuk ishte ai përgjegjës aty. Pyetje, faleminderit general, Mishetis zoti kryetar, shoqë sa është ora, gjykatësi do të bëjmë pushimin e drekës tani general, do të marrim dhe pastaj do të kthehemi për vazhdimin e dëshmisë suaj. Dëshmitari në rregull, gjykatësi deri pushimi i drekës deri në orën 2:30. Dëshmitari, faleminderit, a mund bëjmë diçka me mikrofonin. Gjykatësi, seanca ndërprit, a keni diçka për të thënë në proces verbal, Mishetic? Desha t'ju jap një përgjithësim për kohën që nevojitet për pyetjet e mia, më kanë ngelur besoj rreth 30-45 minuta për të përfunduar dhe pastaj
Gjykatësi, faleminderit që na informuat. Seanca ndërpritet deri në 2:30. Të gjithë në këmbë.